70% e studentëve të infermierisë që përfunduan studimet në vitin 2025 në Universitetin e Gjirokastrës arritën të kalonin me sukses provimin e licencës. Për ta është një arritje madhe për vetë rëndësinë që ka ajo për të fituar të drejtën e ushtrimit të profesionit të infermierit. Mendoj marrja e provimeve është shumë e thjeshtë në momentin që ti angazhohesh realisht me ato. Njeriu duhet të ketë një ambicie. Pikë së pari. Marrja e licencës është e domosdoshme ditët e sotme, sepse ne duhet të vazhdojmë të informohemi, të jemi në një sistem që vazhdon ne të informohemi gjatë gjithë kohës, sepse mjekësia nuk është standarde dhe nuk mbaron. Ajo gjithmonë zhvillohet dhe gjithmonë na jep mundësinë që ne të mësojmë gjëra të reja dhe ta bëjmë punën tonë sa më mirë. Mendoj që është e domosdoshme. Personalisht brenda 6 ditëve lexova që e mora, ishte shumë e thjeshtë, pavarësisht se thonë që është shumë e vështirë, nëse ti përkushtohesh realisht, janë gjëra të thjeshta që i mëson edhe është shumë e thjeshtë ta kalosh provimin. Unë jam viti i diplomimit 2025 të Universitetit e Qerem Çabej, kam mbaruar me sukses studimet në degën infermierie përgjithshme, ku edhe jam licencuar së fundmi, kam marrë provimin e licencës me pikë të kënaqshme. Jam shumë falenderuese stafit akademik të universitetit, ata kanë qenë gjithmonë pranë nesh sa herë që kemi patur nevoja tona për çfarë do lloj pyetje. Jam shumë krenare dhe shumë e gëzuar që mbarova studimet në këtë universitet edhe së shpejti do të ushtroj profesionin që gjithmonë e kam dashur. Rezultatet pozitive sipas rektorit Jahucana janë treguesi punës serioze që bëhet si nga studentët dhe nga stafi akademik. Ne tashëm po këngullim fort që studenti të jetë në qendër të vëmendjes së gjithë stafit akademik, duke i trajtuar ata jo thjesht si një subjekt në cilin do të jenë aktiv në orën e mësimit. Përkundrazi, studentët tanë tashëm po kalojnë në një përvojë. Nga ajo përvojë ku ngelesh thjesht një teori për teori, por duke kaluar gjithmonë më shumë në konkretizimin e kësaj teorie. Këtë tregon vetë fakti që një numër laboratorësh janë rritur dhe përmirësuar akoma dhe më shumë dhe vijnë tek rezultatet ku aktualisht universitetit, studentët që ndjekin programin e infermierisë në universitetin tonë kanë dalë studentët më të mirë në rang republike. Sipas statistikave tashëm të Ministrisë së Arsimit dhe të institucioneve përgjegjëse që merren me licencimin e këtyre studentëve, Universiteti i Gjirokastrës ishte i randitur i pari në rang republike. Kjo tregon se ku po arrisim aktualisht, pavarësisht fjalëve që thuhen se në Universitetin e Gjirokastrës jepet një diplom e dobët, faktet tregojnë krejt të kundërtën, që diploma e Universitetit e Qerem Çabej të Gjirokastrës po merr gjithnjë më shumë vlera të jashtëzakonshme. Këto janë statistika të cilat flasin vetë, nuk ka nevojë për komente, nuk ka nevojë për elogje, nuk ka nevojë për të thënë se jemi ne dhe vetëm ne. Por është fakti dhe jemi përballë fakteve të tilla. Por kjo problem nuk qëndron vetëm tek studentët e infermierisë. E njëjta gjë po ndodh dhe me Fakultetin e Edukimit dhe Shkencave Shoqërore, po kështu dhe në Fakultetin Ekonomik, ku teoria nuk ndahet me praktikën, ku studentët tanë fal përvojës fitojnë dhe me mobilitetet duke lëvizur jashtë shtetit, kanë arritur të konceptojnë fare mirë. Të gjitha konceptet kryesore shkencore që jepen në teori konkretizohen në praktikë. Dhe ne kështu përgatisim kuadro të ardhshëm, të cilët janë të aftë për të përballuar kërkesat e ofertës së tregut të punës. Pra ata janë më të lehtësisht të azhonuar për të qenë në krye të detyrës për të dhënë maksimumin e tyre, qoftë në fushën e infermierisë, të ekonomisë, mësimdhënies e tjera me radhë. Rezultatet e provimit të licencës në profesionin e infermierit ishin në fokus të një aktiviteti të zhvilluar në universitet. Gjatë takimit u diskutua mbi rezultatet e studentëve të diplomuar nga Departamenti i Infermierisë, si edhe mbi punën përgatitore dhe mbështetjen që trupa akademike ofron në funksion të rritjes së cilësisë profesionale të studentëve. Në aktivitet morën pjesë edhe studentë fitues të provimit të licencës, të cilët ndanë eksperiencat dhe përgatitjen e tyre përgjatë këtij procesi.